Të dashur shqiptar, Nelson Çabej nuk është një njeri i zakonshëm, është i afërmi i Eqerem Çabejt, autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane dhe i fjalorit të gjuhës shqipe. Dhe ai ka bërë një libër, Ilirët që mbijetuan, e ka fjalën për shqiptarët. Dhe një nga argumentet e tij që Ilirët mbijetuan është që Ilirët kanë patur një perëndi që quhet Dei Patyros. Tani, ku e gjeti Nelson Çabej Dei Patyros? Ai e ka gjetur në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Dhe Nelson Çabej thotë që meqense kjo perëndi ka jetuar deri në shekullin e 6 kur erdhën slavët në Iliri, atëherë ne jemi bijtë e ilirëve. Ky është argumenti i tij me këtë perëndi, Dei Patyros, që do thotë babai hynor. Nga e nxori Nelson Çabej Dei Patyros, të dashur shqiptar, pse ai nuk di greqisht, e ka thënë hapur. E pra, ai e ka marrë nga Eqerem Çabej. Të dashur shqiptar, Nelson Çabej përmend perëndin Dei Patyros të ilirëve dhe ai e ka marrë nga fjalori i Hezikiusit të Aleksandrisë. Tani ta shikojmë se çfarë thot Hezikiusi i Aleksandrisë, sepse Nelson Çabej nuk di greqisht. Dhe kjo është e përkthyer fjalë për fjalë në anglisht. Ata që dinë anglisht e kuptojnë shumë mirë këtë tekst. Por unë kam përkthyer këtë gjithashtu në gjuhën shqipe. Siç e shikoni gjatë bisedës me inteligjencën kompjuterike, unë i sugjeroj inteligjencës kompjuterike që Tyros i thon djathit dhe Deipnon i thon drekës. Fjalë për fjalë, drek me djath është Dei Patyros, të dashur shqiptar. Dhe nga dim në këta, ta shikojmë përkthim në shqip që të bindeni se për çfarë bëhet fjalë. Hyrja e fjalorit të greqishtes është Dei Patyros. Sipas Eqerem Çabej do të thot Dei, hynor, Patyros, baba. Mirë po, grekët thonë që kjo është fjalë e gjetur në Arkadia, jo në Iliri. Ç'është kjo gjë? Përse kanë bërë këtë një fjalë ilire, të dashur shqiptar? Përkthimi i fjalorit të helenishtes do të thotë kështu: Dei Patyros është një zot i adhuruar nga disa banor që ishin pranë lumit Stymfalos në Arkadi. Dei Patyros është një perëndi i adhuruar nga banorët e Stymfalias. Stymfalia ishte një kënet e cila ishte mbushur me disa zogj të tmerrshëm me sqepa prej bronzi, të cilët u shkatruan nga Herkuli. Ky vend është në Arkadia, të dashur shqiptar, mu në zemër të Greqisë, dhe nuk ka lidhje fare as me ilirët, as me gjuhën ilire. Ky është thjesht një supozim i Joklit. Sepse sipas tij kjo nuk është fjalë greke, ndërkohë që siç e shikoni është fjalë greke, perëndi greke, e pastër greke dhe do të thotë fjalë për fjalë ata që sjellin darkën. Në gjuhën helene deipno fora. Pra, kjo është krijuar nga fjala deipno, që do thotë drek, dark. Fjalë për fjalë është zemra, ai ushqim që hahet në mesditë. Dhe Tyros i thon djathit në helenisht. Pra, të dy fjalët drek dhe djath janë fjalë helene, nuk janë fjalë shqipe, as ilire. Pra kemi të bëjmë me një tokë fjalësh deipno dark dhe Tyros i thon djathit. Këtë fjalë ka marrë Jokli, ka thënë që është ilire, dhe pastaj këtë fjalë ka marrë Çabej, thotë është perëndi ilire. Pastaj Nelson Çabej bën një libër për ilirët që mbijetuan, që u bën shqiptar, dhe hajde shpjegoi fjalën deipnos dhe Tyros në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar. Pastaj hajde dhe gjeje Shqipërinë në Arkadia, në zemër të Greqisë. Pra, ku është ndryshimi midis Elena Kocaqit dhe Nelson Çabejt? Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, që të dy sugjerojnë që grekët janë shqiptar. Të shkojmë më tutje në bisedën time me inteligjencën kompjuterike.
Pra unë i them që banorët e Stymfalias banuan në Arkadia apo jo, dhe jo në Shqipëri, kështu që nuk mund të jenë perëndi i lirë. Keni shumë të drejtë, thot inteligjenca kompjuterike. Kjo ishte perëndi e zonës Arkadias në Greqi, nuk ka të bëjë fare me ilirët. Dhe kjo zonë ishte shumë e famshme sepse këtu ishin këto zogjt e rrezikshëm, gjigant, përbindsha, që u zhdukën nga Herakles ose Herkuli. Inteligjenca kompjuterike thot që nuk ka asnjë lidhje midis ilirëve dhe fjalës Deipatyros. Absolutisht. Deipnon i thon darkës, ushqimit, dhe tyros i thon djathit. Unë e pyes, mos ndoshta banorët e liçenit të Stymfalias u dënuan nga Zeusi sepse ata praktikuan kanibalizmin? Jo, thot, inteligjenca kompjuterike nuk ka lidhje fare me kanibalizmin. Liçeni Stymfalos ose Këneta Stymfalos ishte një vend ku banonin zogj njeringrënës, zogj gjigant, të cilat kishin pend të helmuara dhe kishin sqepa metalik prej bronzi. Pra, ky mit shumë i lashtë është krijuar përpara periudhës së hekurit. Kjo është gjë më e rëndësishme. Dhe shkojmë më tutje. E pyes unë inteligjencën kompjuterike se çfarë do thotë Stymfalos. Stymfalos thot vjen nga folja stymfo, që do të thotë mbys. Pra këta zogj mbysnin njerëzit, hanin njerëzit. Prandaj ky vend ka emrin Stymfalos. Ndoshta ky është dhe fakti që lidhet me fjalën drek, do të thonë njerëzit ishin dreka e këtyre zogjve. Ata hanin mish njeriu. Kjo është e gjithë historia. Siç e shikoni, kjo quhet fjalë pellazge, po ky ishte dialekti folur në Arkadia. Kjo fjalë quhet gabimisht paragreke, por në fakt është dialekt helen, por dialekti pa njohur helen, i folur në Arkadia. Të gjitha këto fjalë dhe këto shpjegime janë vetëm në greqisht, jo në gjuhën shqipe. Pra, as Eqerem Çabej, as Jokli dhe as Nelson Çabej nuk e kanë idenë çfarë është liçeni Stymfalia, nuk e kanë idenë e banorëve të Stymfalias, e këtyre zogjve mitik. Ata do habiten sot të gjithë, do shqyen syt kur të shohin këtë film. Po ashtu 10 milion shqiptar kudo në botë, po ta shikojnë këtë film, do shqyen syt, sepse kjo është një liçen ose kënet e rrezikshme në Arkadia, në antikitet, madje para periudhës së epokës së hekurit, ishte epoka e bronzit. Këta zogj kishin sqepa prej bronzi, ishin përbindsha. Të shkojmë më tutje. Unë gjej një fragment tjetër që është përdorur kjo perëndi, pikërisht në fjalorin e Hezikusit të Aleksandris, Diepno Foroi. Përsëritet përsëri ky fragment që përkon me perëndin Deipatyros. Dhe këtu sqarohet më mirë nga Hezikusi i Aleksandris. Dhe ky është përkthimi. Në gjuhën helene, Deipno Foroi ka kuptimin ata që mbajnë ushqimin, ata që sjellin drekën, dhe kjo ishte pjesë e një festivali që quhet Oskoforia. A çdo thot Oskoforia të dashur shqiptar, vjen nga foria që do të thot me mbajt në gjuhën helene, dhe Oskos i thon veshëve të rushit në gjuhën helene. Përsëri kemi të bëjmë me një tokë fjalësh në gjuhën helene. Pra, Deipnon i thon drekës, festës, ushqimit, dhe Fero i thon me mbajt, ata që sjellin ushqimin gjatë festës së Oskoforias. Pra, ky festival vjen nga Oskoi që thon vileve të rushit në gjuhën greke, dhe Foria i thon me mbajt vilet e rushit. Ky festival mbahej në vjesht të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Për të siguruar përfundimisht që kjo është fjalë helene dhe jo shqipe, e pyes edhe një herë inteligjencën kompjuterike, më sqaro në shqip për festivalin Oskoforia. Dhe inteligjenca kompjuterike thot: Oskoforia ishin një seri ritesh e festash të lashta greke, jo ilire, që mbaheshin në Athinë gjatë muajit Pyonapsion, në vjesht,
në nder të Perëndisë së Dionisit, zotit të hardhive. Festivali mund të ketë patur dhe funksione bujqësore. Në mes të këngëve tradicionale, dy të rinj, të veshur me rroba grash, mbanin deg me rushi të freskët nga tempulli i Dionisit, sepse Dionisi ishte një perëndi mashkull, por edhe perëndi femër në të njëjtën kohë. Dhe ato shkonin drejt vendit të shenjtë të Athinës, Skiras, kështu quhej, dhe ky festival shoqërohej me një garë vrapimi në të cilën konkuronin Efeb. Efeb do të thotë djalë i ri. Do të thënë, kjo është shumë e ngjashme me një festë fetare kristiane, të dashur shqiptar, kjo është shumë e rëndësishme. Pra festat pagane u kthyen në festa kristiane. Kjo është arsye që kjo festë vazhdoi edhe gjatë periudhës së krishtërimit në Arkadia. Burimet antike helene e lidhin këtë festival dhe ritualet e tij me mbretin hero Athinas Thezeus dhe konkretisht me kthimin e tij nga aventura në ishullin e Kretës. Sipas mitit, princesha kretase Ariadne, të cilën Theseu e kishte braktisur në ishullin Naxos, gjatë udhëtimit të tij për në shtëpi, u shpëtua nga Dionisi, i cili u mahnit nga bukuria e saj. Kështu që edhe festivali Oskoforia mund të ketë nderuar edhe Ariadnën, të dashurën e Dionisit. Një pjesë e frizës kalendarike antike e përfshirë sot në kishën bizantine Panagaia Georgo Epikos në Athinë, korespondon pikërisht me festivalin Oskoforia ose Pyonapsion, i cili identifikohet me festën e Dionisit. Pra megjithëse ishte festë pagane, kisha bizantine deri në shekullin e 15, deri në momentin që hyn turqit, e kanë mbajtur këtë festë. Festat pagane u kthyen në festa kristiane, të dashur shqiptar, dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Përse e Qerem Çabej bëri këtë gabim kaq të rënd? Do ta tregoj unë se përse. Ky nuk është faji i Qerem Çabejt, ky është faji i Norbert Joklit, i cili donte të provonte që shqiptarët ishin i lirë. Ishte një zgjidhje politike. Dhe ai thot, siç e shikoni në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, që fjala dei patyros është i lirë. Jo, siç e pa dhe vet në të gjithë fjalorët helen, kjo nuk është thënë kur që është fjalë i lirë. Kjo është një festival në Arkadia, të dashur shqiptar. Dhe Jokli e ka ndarë këtë fjalë në dei, hynore, dhe patyros, baba. Tani ky është gabim, pse? Dei do të ishte në rasën dhanore dhe patyros do të ishte në rasën gjinore, po përsëri në gjuhën helene dhe jo në shqipe. Edhe sikur të ishte ky tok fjalësh helen, dei do thoshte hynor në dhanore, patyros në gjinore. E pra, nuk formohen kështu tok fjalshat në helenisht, të dashur shqiptar. Tani, libri që nxori Nelson Çabej u bë shkaku që unë të bëj një shtesë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe kjo shtesë nuk është në origjinal. Dhe unë them që ky është një festival në Arkadia, në liçenin Stymphалus. Nuk është fjalë i lire dhe nuk është thënë kur që është fjalë i lire, është fjalë greke, të dashur shqiptar. Ka kuptimin ata që mbajnë drekën, ata që sjellin drekën. E shikoni? Ishte festivali Oskoforia. Tani këtu kemi fjalorin e gjuhëve indo-europiane origjinal në gjermanisht, dhe vërtet këtu shënohet fjalë i lire, nuk është e vërtet. Në origjinal nuk thuhet fjalë i lire dhe doja t'rregoj unë. Kjo ishte shpikja e Joklit për të provuar që i lirët janë pikërisht pararësit e shqiptarëve. Po kjo është fjalë greke, nuk është fjalë shqipe. Edhe sikur të ishte fjalë i lire, prap do të ishte fjalë greke, jo shqipe. Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur është shumë e rëndë, sepse siç e shikoni e kam shënuar, dei patyros quhen perëndi, theos, para Stymphaios, do thonë pranë liçenit Stymphaia në Arkadia, nuk ka lidhje fare me ilirët, as me Shqipërinë. Atëherë, pse është quajtur kjo fjalë ilire, cila është arsyeja? Të dashur shqiptar, e kam gjetur arsyen pse këto quhen fjalë ilire nga Jokli, nga Pederseni, nga Majeri. Arsyeja është kjo. Në të gjitha mbishkrimet e gjetura në gur mbas shekullit të 4, ushtria romake quhet ushtria ilire. Nuk ka ushtri romake. Roma u shkatrua nga gotët.
ilirët janë qytetërimi romak. E pabesueshme. Jo vetëm kaq, po ndodh diçka akoma më e llahtarshme. E gjithë Hellada quhet Iliri, përveç pjesës së jugut që quhet Akaja, dhe kjo vazhdon deri në mesjet. Greqia është quajtur Iliri. Pra ilirët janë zgjeruar, të dashur shqiptar. Ilirët, sipas autorëve antik, të gjithë, Plini, Pausanias, Straboni, Polibus, të gjithë autorët e lashtë, thonë që ilirët kanë qenë në Kroaci, në Dalmaci. Ata janë ilirët. Po çfarë ndodh? Me rënien e perandorisë romake, me shkatrimin e Romës, Iliria është Roma e vërtet. Dhe ilirët flasin latinisht, kjo është gjë më e llahtarshme. Të gjitha mbishkrimet janë në latinisht. Dhe ushtria romake quhet ushtria ilire. I keni parë filmat e mi. Këto janë mbishkrimet e gjetura në Kroaci, në Serbi. Quhet ushtria ilire, jo romake. Madje quhet shpesh dhe ushtria Dardane ose ushtria Dalmate. Po kjo është e pabesueshme. Gjeneralët ilirë morën përsipër në kurrizën e tyre perandorinë romake. Kjo perandori e zgjeron emrin Iliria në Hellad, zhduket emri Hellada, përfundimisht. Dhe Greqia e Veriut dhe Greqia e Mesme quhen Iliri. Tani që nga shekulli 4 i erëson kur bie Roma, dhe deri në mesjet, Dalmacia është quajtur Iliri, Epiri është quajtur Iliri, Greqia e Veriut është quajtur Iliri, Greqia e Mesme është quajtur Iliri dhe vetëm Greqia e Jugut është quajtur Akaja. Kjo ishte provinca e Akajas. E gjithë pjesa tjetër quhet Iliri, i gjithë gadishulli ilirik. E besoni apo jo, emri Ilir është përhapur, bashkë me gjeneralët Ilir, që morën mbi supët e tyre barën e perandorisë romake. Kjo është zbuluar komplet rastësisht nga unë, dhe prandaj Arkadia, që është një tokë greke, quhet Iliri. Dhe ku quhet kjo Iliri? Në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris. E kam gjetur në disa vende. Dhe thoj me vete si ka mundësi, këto janë emra grek, këto janë qytete greke, këto janë fshatra greke, liqene greke, zota greke, shpjegimin e greqisht, por vendi quhet Iliri. Por diçka tjetër ndodh. Përpara se sa slavët të pushtojnë të gjithë Helladën, të gjitha principatat e mesjetës, në Hellad janë shqiptare. Pra zonja Elena Kocaqi ka të drejtë. Shqiptarët kanë banuar në Greqi, kanë qenë popullsi dominuese, është e vërtet. Pjesa më e madhe e grekërve kanë banuar në Akaja. Po kjo është e tmerrshme, kjo që ka ndodhur. Pra ka patur një periudhë të lulëzimit të madh të ilirëve dhe shqiptarëve dhe vetë Hellada është quajtur Iliri dhe kjo është arsyeja që kjo perëndi quhet Ilire. Por jo nga Hezikus i Aleksandris. Ai ka quajtur gjëra të tjera dhe vende të tjera Ilire, por Jokli, duke parë që perënditë të tjera quhen Ilire në të njëjtën zonë, thotë që këto janë gjyshurit e shqiptarëve. E pra gjuha është greke, siç e shikoni, nuk është shqipe, zotat janë greke, shpjegimi është në greqisht. Tok fjalëshi është nga fjala drek dhe nga fjala djath në gjuhën greke dhe nuk ka lidhje fare me gjuhën shqipe, absolutisht. Fare. Tani nuk do e kisha bërë këtë zbulim pa gafën e madhe të Nelson Çabejt, i cili donte të provonte që ilirët janë gjyshurit e shqiptarëve. Vërtet, ilirët janë gjyshurit e shqiptarëve. Po këto perëndi janë perëndi greke, toka quhet Ilire, sepse gjeneralët ishin ilirë të perandorisë romake. Madje Konstantinopoja është qytet i krijuar nga Konstantini i Madh, general ilir. Por gjuha që përdorej në letërsi ishte greke dhe gjuha e besimit pagan ishte greke dhe gjuha e besimit ortodoks po ashtu ishte greke. Perëndit ishin greke, festivalet ishin greke, shpjegimet janë në greqisht.
Nuk ka fare absolutisht asnjë shpjegim në gjuhën shqipe. Nuk janë perëndi shqipe fare. Toka quhet ilire për shkak të gjeneralëve ilir që kryesonin perandorinë romake që quhet perandoria ilire mbas shekullit të 4, mbasi bie Roma. E pra kjo ka dalë vetëm nga shënimet e gjetura në varret e ushtarëve romak, të varrosur nëpër Iliri. Kjo është çmenduri kjo që ka ndodhur. Pra, Nelson Çabej ka hapur kutinë e Pandorës. Të gjitha ato që quhen fjalë ilire, perëndi ilire, janë perëndi greke të gjitha të dashur shqiptar. Po ky është një tmerr i vërtet. Pra, ky është vetëm një nga argumentet që përmend Nelson Çabej, dhe të gjitha argumentet që përmend ai janë emra grek. Koine greke, ato që kam gjetur unë, monedha greke, të gjitha. Por emri është Iliri, është e vërtet i Helladës, dhe për këtë arsye këto quhen gjoja perëndi ilire. Janë të gjithë perëndi greke, more, kuptoni apo janë sqaruar të gjitha në greqisht. Dhe u sqarua më në fund pse këto quhen perëndi ilire. Por fakti është fakt që principatat e para në Hellad të gjitha ishin principata shqiptare. Dhe shqiptarët janë përzënë nga Greqia, kanë shkuar në Itali me ardhjen e turqive. Dhe në fakt, turqit janë ftuar në Hellad nga grekët për të përzënë shqiptarët. Këtë e dim me siguri. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra mos blini asnjë libër për ilirët, asnjë libër për pellazgët, sepse janë perëndi greke të gjitha. Mirupafshim.